Të nderuar qytetar, dua të denoncoj sot me shqetësim dhe indinjat përpjekjen e turpshme të policisë së shtetit për të fshehur një nga rastet më të rënda të krimit elektoral në këtë fushat, në fshatin Pekisht. Si kandidat dhe përfaqësues i Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, e konsiderojmë të pavërtet dhe keqdashse çdo aludim apo pretendim të policisë se materialet zgjedhore të zbuluara në lokalin e kryeplakut të fshatit Pekisht janë të falsifikuara. Materialet përputhen me formatin zyrtar të fletëve dhe listave të votimit të shpërndara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Së dyti, për të garantuar transparencë të plotë, kërkojmë që ekspertiza mbi materialet e sekuestruara të bëhet nga ekspert ndërkombëtar, të pavarur jo nga strukturat që janë tërësisht të politizuara dhe të kapura nga pushteti. Së treti, e cilësojmë deklaratën e policisë së shtetit si një farsë të mirë organizuar që ka për qëllim të zbehë rëndësinë e ngjarjes dhe të mbulojë provat e krimit elektoral të ndodhur në fshatin Pekisht. Kjo sjellje konfirmon se policia e shtetit nuk është neutrale dhe po përdoret për të mbrojtur interesat e qeverisë. Ngjarja e Pekishtit është një dëshmi e qartë e tentativave për të blerë votën, për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Ne do të ndjekim çdo hap ligjor dhe institucional për të nxjerrë të vërtetën në dritë dhe për të mbrojtur procesin zgjedhor. Ata që e gatuan dhe e mbajnë në këmbë këtë farsë elektorale do të përgjigjen. Detyra jonë është ta bëjmë publike këtë farsë dhe ta shtyjmë drejtësinë dhe faktorin ndërkombëtar të flasë dhe të veprojë. Pa zgjedhje të lira nuk ka zgjidhje. Ju falemnderit.